Planet ju ndërruan shpejt. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka ndryshuar agjendën e tij duke shtyr nisjen për në samitin e NATO-s për të martën. Arsyeja nuk dihet ende zyrtarisht, por dyshohet të jetë situata aktuale mes Iranit e Izraelit. Për këtë u fol dhe nga prisi i Aleancës Veriatlantike Mark Rutte kur u pyet se çka e frikson atë më së shumti. Now, my biggest fear will be Iran having a nuclear weapon. Frika ime më e madhe do të jetë që Irani të zotërojë dhe të jetë në gjendje të përdorë dhe vendos një armë bërthamore, do të ishte një kapje e fortë për Izraelin, për të gjithë rajonin dhe pjesë të tjera të botës. Holandezi Rutte, i cili këtë summit do ta drejtojë për herë të parë si sekretar në vendin e tij të lindjes në Hag, tha se do të ketë edhe rritje të investimeve për armatim brenda aleatëve. Plani i investimeve në mbrojtje për të cilin aleatët do të bien dakord në Hag prezanton një bazë të re, 5% të PVB-s që do të investohet në mbrojtje. Ky është një hap i madh që është ambicioz, historik dhe themelor për të siguruar të ardhmen tonë. E ky plan hiç për shtati nuk po i shkon liderit rus Vladimir Putin. Ai e sheh këtë më shumë si provokim. Antarët e bllokut tashmë po shpenzojnë më shumë për qëllime ushtarake se sa të gjitha vendet e botës së bashku. Nga kjo është e qartë se kush po provokon vërtet militarizimin global dhe garën e armatimeve. Më herët të hënën Putin u takua me ministrin e jashtëm iranian dhe dënoi atë që quajti për agresion të paprovokuar të SBA-s ndaj Iranit. Për këtë u falenderua nga Abbas Araghchi.